Veriu ka qenë destinacioni i parë që kryediplomatja e BE-s Kaja Kallas ka vizituar në ditën e dytë të qëndrimit të saj në Kosovë. Prezencën e saj në komunat e banuara me shumicë nga komuniteti serb, ajo e ka vlerësuar të rëndësishme për ta parë me sytë e saj situatën, pasi tha se ka narrativa të ndryshme për zhvillimet atje. Shefja e diplomacisë evropiane u ndal te Shtëpia e Evropës, që gjendet në Mitrovicën e Veriut, si dhe në gjykatën në këtë komunë, të cilës tha se pret që t'i kthehen në punë gjyqtarët serb. Përveç këtyre, Kallas diskutoi edhe me udhëheqësit e 2 misioneve ndërkombëtare në Kosovë. Po lëvizim për rreth, fola me Kforin, Euleksin, për atë se çka shohin në terren dhe mendoj se kjo është informat shumë e rëndësishme për mua. E shohim se njëra palë më thot diçka, tjetra palë më thot diçka tjetër, por forcat ndërkombëtare që janë këtu japin një pasqyrë adekuate dhe është e rëndësishme të flasim edhe me njerëzit në terren për të parë se çka mund të bëjmë më shumë, në mënyrë që ardhmja të jetë e begatë dhe e sigurt për të gjithë në Kosovë. Situatën në Veri, Kallas e monitoroi edhe nga ajri, derisa më pas u ndalte baza e Euleksit, ku takoi drejtuesit e misionit. Aty përgëzoi misionin për reagimin e tij gjatë periudhës së tensioneve, derisa pati edhe një lajm për vazhdimin e punës së tij në Kosovë. Mbi të gjitha, Euleksi ka treguar se si duket bashkëpunimi i mirë me NATO-n në praktik, duke u angazhuar bashk. Për të gjitha këto arsye, po zgjasi mandatin e Euleksit edhe për 2 vite. Vlera juaj e shtuar është qartazi e dukshme për të gjithë. Ditën e parë të vizitës në Kosovë, përfaqësuesja e lartë evropiane e mbylli mbrëm me një darkë pune me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Zyra e tij njoftoi sot për temat e takimit, ku ndër të tjera u përmendën nisja e heqjes graduale të masave ndëshkuese ndaj Kosovës, si dhe procesi i formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Në lidhje me procesin e dialogut të ndërmjetësuar nga BE, kryeministri theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj. Ndërkohë që rikujtoi se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për sulmin terrorist dhe paramilitar në Banjsk, dhe se kryeterroristi Milan Radojčić, për të cilin tashmë ka akt akuz 160 faqe nga Prokuroria e Republikës së Kosovës, duhet t'i dorëzohet Kosovës. Ndërsa paraprakisht, Kallas takoi ndaras në Prishtinë përfaqësuesit e partive politike shqiptare, derisa njëjtë veproi edhe me udhëheqësit e listës serbe. Nga Kosova, Kallas udhthoi në Maqedoni të Veriut për të vazhduar turin e dytë brenda pak javësh në Ballkanin Perëndimor.